Prandaj, nëse gruaja, kemi një mesele, për shembull, një problematik, thot nëse gruaja linden dhe nuk shef gjak as pak. Sipas Ebu Hanifes dhe shumicës së dietarëve xhumhurët, këto është e fjala domethënë edhe te Shafiu, te Malikiu, te Hambeliu, duhet të lahet ajo. Pra duhet të lahet si rezervë. Ndërsa sipas nxënësve të Ebu Hanifes, Imam Muhammedit dhe Ebu Jusufit, thot nëse nuk ka lind, por nuk ka rrjedh gjak as pak, atëherë nuk ka nevojë të lahet. Por më e sakta, ma rezervë është domethënë që ajo të lahet.